Katër artistë dursak u bën protagonistë të një ekspozite të hapur në qytetin e Mantovës, duke sjellë artin shqiptar në zemër të Italisë. Fotografët Grisel Hoxha dhe Rion Sheqeri, piktoria Viola Fusha dhe poeti Pano Ceka sollën para publikut mantovan përmes fotografive, pikturave dhe poezive të tyre, një copës nga qyteti Buz Adriatikut, bukuritë natyrore të tij dhe shpirti njerëzor i qytetarëve dursak. Ekspozita u mbajt në ambientet elegante të pallatit Çerveta dhe u kurua me profesionalizëm nga Alketa Delishaj. Diku të 8 vjet që merrem me këtë punë dhe përveç sa që kam të bukur, po më pëlqen kam dhe momentet autentike, do të veçanta të qytetit. Emri i ekspozitës që ashtu quhet Viste Perduta, shikime të humbura, që do të thotë në jetë përditshme ne nuk e kemi shumë vëmendje tek këto momente të veçanta. Ngjarja u nderua nga autoritetet më të larta vendore, të cilët përshëndetën artistët dhe inkurajuan në rrugtimin e tyre. Kjo ekspozit nuk ishte vetëm një ngjarje kulturore, ishte një dëshmi se arti dhe diplomacia, kur vijnë bashkë nga dashuria për vendin dhe djeshmëria njerëzore, mund të lënë gjurmë të thella.